Menaxhimi i trafikut të rënduar dhe parandalimi i ngjarjeve të rënda rrugore me pasoja fatale për jetën do të jetë në fokus të planit të masave të ndërmarra nga sektori i qarkullimit rrugor pranë Drejtorisë Vendore të Policisë Fier. Sipas shefit të qarkullimit komisar Lulzi Marini, të gjitha rrugët kryesore, sheshet, rrugët interurbane, veçanërisht akset problematike Levante-Pelen, Fier-Lushnjë dhe Lushnjë-Berat-Çerm-Divjak, do të jenë të monitoruar me mjete inteligjente dhe radar. Drejtoria Vendore e Qarkut Fier e Policisë Qarkut Fier ka ndërmarrë një sër masash për sa i përket planit masa për ndërrimin e viteve, ku një ndër këto dhe sektori i qarkullimit rrugor ka në fokus menaxhimin e trafikut, parandalimin e ngjarjeve rrugore me pasojë fatale, ku monitorohen gjitha akset me mjetet inteligjente që ne kemi, përfshi mjetet inteligjente dhe radarët. Ne kemi marrë një sër masash duke shtuar patrullat, duke shtuar monitorimin, siç e thash dhe më lart, me gjitha mjetet inteligjente dhe gjitha mjetet që ka policia e shtetit. Të miturit në timon mbeten një tjetër problematik madhore, pohon Marini, ndaj apelon për prindrit që të mos lejojnë adoleshentët në automjet. Fatkeqësisht ne vëmrëm patëm një humbje jete, një triu, gjë e cila normalisht s'është as pak e mirë. Unë ju bëj thirrje gjithë prindërve, gjithë të afërme që kanë fëmijë dhe shikojnë një problematik tillë të ndërhyjnë, sepse ato fëmijë nuk e rrit, nuk e bën burror një drejtim automjete. Në mënyrë kategorike nuk duhet që të udhtoj një fëmijë në drejtim të automjetit. Përfitoj po prap nga rasti nëpërmjet jush, bëj një apel gjithë prindërve që majnë fëmijë në vend të parë, nuk duhet të jetë në sërgjëlinë, të jetë lidhur, që ta mbrojmë të ardhmen, duke marrë këto masa fillimisht nga vetë prindrit, nga gjithë neve, që mos kemi pasoja siç kishim edhe rastin e mbrëmshëm. Shefi i qarkullimit është ndalur dhe te problematika e sinjalistikës rrugore, e cila në shumë akse rurale lë shumë për të dëshiruar. Një shkresë ju është dërguar bashkive përkatëse për marrjen e masave dhe një informacion i detajuar i është dërguar dhe ARRSH-s për ndërhyrje për mbylljen e kryqëzimeve problematike si rrethrotullimi i kolonjës, kryqëzimi i pushimit të shoferit e tjerë. Ka vend për ndërhyrje, neve kemi bërë në mënyrë shkresore, kemi bërë takime her pas here me pushtetin lokal, me ARRSH-n për sa i përket këtyre problematikave që ju më thoni, dhe shumë shpejt do ndërmarrim edhe një rikondicion të gjithë akseve kryesore dhe rurale për të bërë një rikondicion të gjithë tabelave dhe një vendosje sinjalistikës dur që mos kemi problematika të tilla. Por ka problematika që ne i kemi pasuruar edhe ke pushteti lokal edhe ka ARRSH-ja. Natën e ndërrimit të viteve, sipas Marinit, do të ketë patrulla të shtuara dhe kontrolle për përdoruesit e alkoolit.